Isha 8 vjeçe. E vogël, e brisht. Tetëmbëdhjetë korrik, 1998. Unë luaja në barë me motrën time dhe 2 vajzat e xhaxhait. Deshim të rrokim diellin me një dorë, ndërsa gjyshja ishte brenda dhe merre me punë të shtëpisë. Ishte ditë e shtunë. Ditë e ngrohtë, vapmë si ditë korriku, dhe dielli na vriste sytë me bukurinë dhe shkëlqimin e vetë. Por pa pritmës, gjëmi me granatash dhe breshëri kalashnikovësh prishin harmoninë e qiellit dhe shpirtit. Granatat vinin nga Kieva, përtej Mullirit, dhe na tërmui u kërkua shpejt nga shtëpia, të futeshim në bunker për shpëtuar kryet. Rëmuj dhe të lëvi bërtima piskama, kur papritmas në shpinë ndjeva një ndëgësi të padurueshme. Filluan bërtimat, motra e xhaxhait që mu gjetë pranë, qika u plagos. U lëshuan të gjithë. Të më ndihmojnë dhe të më fusin në bunker. Një nga antarët e familjes më mori për krau. Kisha pantallona të shkurtra dhe bluzë të bardhë. Ja pash duart e përgjakura. Bluza e bardhë u spërkat nga gjaku. Dhe unët me rova fillova të bërtisja të qaja. Dhe shihja lotët në sytë e motrës, edhe e qamte. Qaja dhe unë. Dhe gjak, lot, vaj, e gjaku rrjedh. Gjaku rrjedh në preu ëndrrën tonë ta kapim diellin me një dorë. Gjaku rrjedh.